Kjo ka ndodhur aksidentalisht, është hera parë në këtë fshat që ndodhin këso raste. Zejna ka qenë një nxans me dukot lartë, një nxans që ka bashkëpunu edhe është afru me gjithë shokët tjerë. Thjesht ka qenë nxans që ka meritu çdo gjë, pasi ka përfunduar mësimi. Ka qenë duke u kthyer në shtëpi, si gjithë shokët tjerë. Mirë po, ajo që është më e keqja edhe që është më e dhimbshmja. Nuk ka hypur në një makinë që sigurisht e kanë lutur edhe i kanë ronë në gjonjë me hyp edhe me afru deri te shtëpia. Ai kishte vendosur jota nuk do të hypë askund, por do të shkojë vetëm në shtëpi. Dhe gjatë rrugës e sipër për në shtëpi ka kaluar vazhdimisht, ka frekuentuar vazhdimisht. Nuk u shkon atë rrugë, por është fut në një rrugë që ajo rrugë sigurisht është me rreziqe, edhe është me probleme edhe me shumë çka tjetër. Edhe pasi është fut aty, ka qenë vetëm unë, keni parasysh, edhe posa ka hypur domthonë në një vi ashtu që në bilom aty sigurisht ka shiquar edhe ujit, aty ndoshta edhe ka pas ndonjë marramendje, edhe ka ra domthonë nga lumi, nga ura në lum ka ra, edhe lumi e ka vërshu te poshtë këndej. Zoti Ademi, si kanë qenë raportet e nxënësve 10 vjeçar pra në shkollë, me shokët, me kolegët, me stafin aty? Shiqoni raportet, po. Raportet e Zejnës me shokët kanë qenë jashtëzakonisht mira. Kanë qenë edhe me mësuesën kanë qenë raportet jashtëzakonisht të mira domethënë me Zejnën. Zejna ka qenë një nxans me dukot lartë, një nxans që ka bashkëpunu edhe është afru me gjithë shokët tjerë. Thjesht ka qenë nxans që ka meritu çdo gjë. Por ja që vdekja domethënë i erdhi papritmas, që ndoshta në këtë rast jo vetëm nxansit dhe jo vetëm familja, por gjithë stafi është befasuar. Dhe kam një pyetje në fund, zoti Ademi. Si zakonisht në rastet e tilla policia nis hetime. A ka ndonjë dilemë, ndonjë dyshim apo është gjithçka këtë aksidentale? Jo, absolut dyshime në këtë drejtim nuk ka. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, është hera parë në këtë fshat që ndodhin këso raste absolutisht fshati gatime nuk ka pas. Është hera parë. Por dhosh zoti që këto raste mos ndodhin absolutisht më, domethënë gjatë muajve, gjatë viteve që do të vinë më pas.